Jemi rikthyer sërish së bashku nderuar miq për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, të fokusuar totalisht tek drama që po përjetojnë në qytetarët e Durrësit që po ju grabisin shtëpitë e tyre, po ju marrin shtëpitë dhe po i nxjerrin përjashtë nga shtëpia në zonën që është amfiteatri i Durrësit. Për diskutuar për këtë çështje, unë kam dy persona, Entela Koja Spa i Vogli dhe Andi Tepelenën, sepse dy panelistët e tjerë i Porcolla folën për Bashkinë e Tiranës, pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Entela, të lutem, na jep një sentencë çfarë po ndodh në Durrës. Tani qytetarët e Durrësit po më shkruajnë mesazhe, duhet zgjohet ambasada amerikane, më thonë, edhe për një publik që nuk e din se çfarë po ndodh në Durrës. Ta them me sinqeritetin. Po ta them thjesht. Po një si prallë. Po si prallë, në datë 26 gusht në lagjen e vjetër në qendrën në bulevardin Epidam dhe rrotull amfiteatrit, shumë familje durrësake gdhien me një letër që u vjen në WhatsApp apo që del në gazetën zyrtare, që shtëpia juaj do të prishet, obori juaj do të merret për park publik, për interes publik. 74 familje, në fakt nuk janë 74 familje, në bazë të kontrollit që bëra janë 117 familje, ku vetëm një familje mund të ketë edhe 3-4 prona. Në këtë. Pra janë 74 emra familjesh që shpronsohen. 74 familje, ndërkohë sa 117 emra tamam dhe 74 sepse prona mund të jetë me disa pronar, po themi. Dhe gdhien një ditë të bukur dhe i thonë brenda 3 muajve prona juaj do të shpronsohet. Në qytetin e Durrësit është folur prej vitesh, që nga 2020 për një projekt që do ta bëj amfiteatrin e Durrësit dhe gjithë të zonën historike, do ta kthej rijetëzimi, i thonë ata, rikonstruksioni i kësaj zone. Dhe për këtë ADF-ja alokon... Kush është ADF-ja për i publik që nuk e kupton? ADF-ja është fondacioni, në fakt nuk është fondacioni, është Fondi Amerikano-Shqiptar i Zhvillimit. Dhe gjëja më interesante që ma thanë para ca ditësh, ajo ka kaluar nga fondacioni Amerikan, sepse kështu ka qenë në fillim, kur është krijuar, dhe ka ndruar emrin mbas disa vitesh, dhe është bërë me fondet e USAID-it, mbas disa vitesh, këtë unë nuk e di, ka ndruar emrin thjesht Fondi Amerikano-Shqiptar i Zhvillimit. Dhe statusi i saj, eksakt, dhe statusi i saj nuk është më si fondacioni që dikur ka qenë një model paralel edhe në përvendet e tjera të Europës. Këtë detaj ma ka dhënë Ina Zhupa, e cila ka qenë... Çdo të thotë kjo tani? Kjo do të thotë që kjo është një OJQ e zakonshme. Pra nuk janë kështu, domethënë. No, është veshur ajo Aurora Suboshi, qeveria amerikane mbas një OJF-je që s'është as pak e vërtetë. I ka veshur atributet. Taksapaguesit amerikan janë hall për të prish shtëpitë në Durrës që ta kontekstualizojnë. Unë nuk e di dhe nuk mund të hyj në detajet e fondeve, di vetëm që kjo pikërisht ADF-ja është futur në këtë projekt si financuese dhe thotë unë jam financues i këtij projekti zhvillimi. Pra qytetarët po i thonë largoni nga shtëpi. Jo, po i thonë do t'u zhvillojmë dhe në emër projekti kishte rikonstruksion, rijetëzim. Dhe në fund, mbas 5 vjetësh ka ta ndisen dhe shohin që shtëpitë e tyre po prishen. Do prishen shtëpitë? Do prishen, do merren oborret. Kur do prishen? Normalisht, brenda fundit të nëntorit ata duhet të jenë të shpronësuar. Po të shpronësuar si? Pra prona e tyre nuk është matyrja. Po pra do jepen para, do vendosen në vend tjetër. Kjo është një histori më vete, po unë do të ta shpjegoj dhe këtë. Sepse mbasi bën shpronësimin, eksakt. Po mbasi bën shpronësimin, ai normal që në procesin e shpronësimit ai ka futur edhe vlerat, që ky është një proces, kjo është një temë vete për të diskutuar, por që është nën vlerë, është 1/4, 1/3 e vlerës së tregut dhe gjëja më e tmerrshme është që njerëzit që nxirren nga aty nuk mund të blejnë gjë me ato para. Pra nëse kanë i mohohet drejta elementare kushtetuese e drejta e strehimit. Gjë që s'ka ndodhur as në diktaturë. 1/4, 1/3 e vlerës. 1/4 në 1/3. Ka raste që i marrin 1/4, 1/8 e vlerës. Ka raste që nuk i njihet objekti komplet. Ka raste që nuk i njihet prona fare vetëm sepse dokumentat e tyre kanë qenë të vjetra, 100 vjeçare, del një grua e vjetër
tjetër dhe shpjegon se si tregon histori ku Drete Velja del me tapin e mbi 100 viteve, është thjesht korrupsioni dhe administrata shqiptare që nuk kalon pronat e vjetra në emër të trashëgimtarëve të ri, që është një proces rutinë që bëhet në çdo vend të botës dhe që vit mas viti është bërë gjithmonë më i vështirë dhe më korruptiv dhe sot gdhihet me statusin tokë shtet. Dhe asaj nuk i jepet as shpërblim. Dhe kjo ka një klesh, sepse e kuptova dhe gjatë protestës që bëm përpara zyrave të EDF-s, ku dikush u artikulua, se këtu bëhet fjalë është qytet antik një farë mënyrë, është qytet brenda qytetit të Durrësit, është ky qytet është krijuar, zanafilla e Durrësit është ajo, janë shtëpitë që ndodhen aty. Amfiteatri është zbuluar shumë në vitet të 60 etj dhe është krijuar ky muri rrethues. Pra ky ka lindur si qytet. Tashi këtu gjen pretekstin për interes publik dhe atëherë të prishim një qytet, se kështu i bie, të prishesh një qytet për interes, kush është për interes publik, bëjmë ca lulishte, domethënë për hir të bëjmë. Që dhe ligji e ka të përcaktuar. E ka përcaktuar. Çfarë është interes publik? Po, pikërisht, në luajn me këtë interes publik ta, edhe njerëzit nuk e kuptojnë, atëherë mendojnë se do të diçka vërtet shumë. Nuk lejnë klauzula, do të thënë nuk lejnë mundësi ligjore për ta goditur projektin. Qytetarët, pronat e qytetarëve, që janë aty, të vendosur aty, banojnë prej qindra vjetësh, autentik, autokton, edhe të bëjnë lulishte se kështu mendon ADF-ja, ky është projekti ADF-s. ADF-ja, Ministria e Kulturës. Banorët e para janë të shokuar, si mund të më vish ti me një letër. Dhe pika e fortë që unë e kap këtë projekt është pikërisht kjo. Në ligjet shqiptare ka ligje shumë të bukura, shumë të mira, me të cilat ne po përpiqemi të ndërtojmë kazusin në gjyq dhe në të gjitha proceset që po hapim, janë të përsaktuara qartë. Njerëzit që futen në projekt minimalisht konsultohen. Mbasi jepet projekti, minimalisht i merret firmë. Objektet të cilat i çon për prishje, minimalisht duhet i bësh një projekt elementar përpara se ta prishësh, ku të justifikosh që objekti nuk ka vlera arkitektonike, që objekti, dhe paradoksi më i madh është të shikosh, aty ka objekte me mure të 1500-s që kanë qenë dikur me karta me shënime të monumenteve të kulturës dhe prishen. Ka të gjitha objektet që janë vënë për prishje kanë një paradoks të madh, kanë një projekt të pabër ose të bërë jo në prezencë. Dhe kjo është një gafë e rëndë në procesin e projektimit. Dhe në linjën e projektit janë 3 studio bashkëpunuese që kanë bërë këtë masakër, është Ministria e Kulturës me atë institutin e trashëgimisë kulturore dhe finalizuesi është Bashkia Durrës, që në atë ping-pongun institucional kur i drejtohesh Bashkisë Durrës, Bashkia Durrës të thotë mua më ka ardhur projekti nga ADF-ja dhe Ministria. Shkon tek Ministria dhe thot mua më ka ardhur nga ADF-ja dhe nga Bashkia. Shkon te ADF-ja dhe kjo është gjëja më paradoksale, unë jam vetëm financues. Në protestën që bëm ne, unë ngrita dhe tonin me dëshirën për ta... Në protestën që zhvillut para ADF-s. Para ADF-s. Pra Fondacionit Shqiptar-Amerikan për Zhvillim. Dhe janë të bloku zyrat aty. Fondit, Biles, tamam është fondi, nga fondacion ka shkuar në fond. Dhe i tham, ju nuk mund të lani duart me këtë projekt duke thënë që jemi vetëm financues. Sepse ju keni tenderuar detyrën e projektit, ju keni marrë studiot e projektit dhe kjo ju bën me përgjegjësi. Dhe gjëja kryesore që ne kërkojmë, daloni projektin, pezulloni VKM-n se po bëni masakër. Është një situatë që po del, do me thënë, institucionet mbajnë heshtin dhe çdo veprimi që ne bëjmë ligjor dhe kemi deri, ka dalë një VKM për shpronësim nga Këshilli i Ministrave, ne e futëm për sigurim pa dije dhe kemi një gjyqtare e cila nuk na fton as në procesin gjyqësor. Pse? Sepse i bën në dhëmë konsultimi, dhe i bën në dhëmë konsultimi, kur ne kemi hapur proces gjyqësor 14 familje, 14 grupe familjesh, dhe po bashkohen minimalisht dhe 10 të tjerë. Pra më falë, në qoftë se interes publik nuk qenë kanë 20 e ca, 74 familje, më falë, kush quhet interes publik në këtë vend e në këtë qytet? Ajo që ne, më falë. Po. Ka një problem, rolin ADF-s, ose duhet ta themi, ADF në vetet e tjera ish komuniste, ka një
tagër, një rol thjesht përcaktuar për ndihmuar sipërmarrjen private. Nuk ka punë fare në menaxhimin, administrimin e trashëgimisë kulturore. Pra, Polonia, në Ungari e tjetër mbajnë larg, s'ke punë fare me trashëgimin kulturor. Ajo është çështje e shtetit shqiptar, është çështje që ta zi institucionet. Ti ndihmo sipërmarrjen private kaq. Ndërkohë këtu në Shqipëri po bëjnë çfarë të duan, e kupton? Dhe po futen në modele menaxhimi. Sepse po dalim tek ligji për trashëgimin kulturor, aty është keqja më e madhe që ne si shoqëri civile do bëjmë betejë më të madhe për ta hedhur poshtë atë ligj. Sepse u krijua ç'thot ligji? Ligji thot në një nen të caktuar krimin e fondacioneve. Edhe këtu njerëzit thonë, "Ok, shumë diçka zot keqe krimin e fondacioneve." Por është krijuar, a fondacionet janë krijuar posaçërisht për të marrë në menaxhim site kulturore, siç është rasti i Butrindit, që i përket shtetit shqiptar. Pra është krijuar një artific e caktuar për të hequr përgjegjësinë shtetit shqiptar nga menaxhimi i trashëgimisë kulturore, sepse ato po shohin kudo. Po shohin Butrindi, po shohin Durrës, po merr Kalan Elbasani, po merr Beratin, nëse do marrë edhe Marubin. Një OJF që merr përsipër atë ku janë ku është shteti shqiptar, ku është Ministria e Kulturës, ku është këto agjencitë drejtoritë rajonale, nuk ekzistokan fare këto. Pra ne do personave dhe ka shumë një problem të madh, sepse ADF-ja në këtë moment nga informacion ka rreth 200 milionë euro diçka e tillë, është një shumë akoma që nuk di se çfarë bën me këtë shumë. Që ka krijuar një profit në vend që të jetë një edhe ato flet akoma me gjuhën e profitit ADF-ja, ku do futemi, do fitojmë nga Butrindi, do fitojmë nga këto, pra me gjuhën e biznesit, sikur trashëgimia kulturore që ka një kompani private amerikane që bëjnë biznes me trashëgimin kulturor, ndërkohë Butrindi, me sa di unë, me sa më shton, nuk i shkon dot për kontroll as KLSH-ja. As kontrolli I lartë I shtetit. Është bërë, tani do bëhet te kazino Butrind me sa. Jo, gjykata kushtetuese e dha të drejtën KLSH-s tani ka një problem që të ndërhyjë për kontroll. Entela, të bëj një ndërkallje, domethënë. Unë dhe Andi Tepelena dhe disa tjerë kemi qenë në Durrës kur ne mbronim çështjen e Butrindit para disa Velierës. Përveç Velierës, kemi bërë proteste Veliera edhe na kanë dhënuar fizikisht atje, na kanë kërcënuar personalisht bandat e Durrësit, nuk ka rëndësi. Vazhdojmë te pjesa e kësaj. Kur po bënim kauzën e Butrindit, shkum dhe në Durrës, për mi u thonë dursakve, o dursak, do ju vinë të dera shtëpisë. Këto nuk erdhën të takimi që zhvilluam neve, I ftuam gjithë. Tani unë me këtë nuk du të them asgjë, më kupto drejt. Unë do t'i mbështes fakti që po I kushtoj emision tani, do vi dhe personalisht ku të mftoni juve, do vi atje, do jem bashkë me ju. Andi sa po ma tha patjetër. Jo vetëm se kam kandiduar atje, se kam për këtë çështje. Jo, ata të presin. Ka më t'i ketë treguar gjithmonë ndjeshmërinë e çështjeve kombëtare. Por du të them, duhet I ikim kësaj filozofisë larg vetes time, po e tham kështu. Nuk diskutoj fare. Kam thirrje për tjerë tani, sepse erdhi rradha Durrësit. Tani nuk flet Butrindi për Durrësin, por nuk flet Kalaja Beratit për Durrësin që do jetë Kalaja Radhës që do merret koncesion. Do jetë Antigonea. Pra kjo është një qeveri pushtuese. Kjo është qeveri pushtuese dhe si Perandëria Osmane I binte Kalave. Pra, kjo që po them tani nuk është kritikë, është thirrje për qytetarët, mbështesni qytetarët e Durrësit, por zotëri, mbështesni qytetarët e Durrësit, janë protestë. Nuk keni kohë të shkoni në Durrës, po kanë ardhur në Tiranë ata ADF-ja, do vinë para parlamentit të Shqipërisë, sepse për punë ditësh dalin nga shtëpitë. Do grabiten 117 shtëpi. Kjo është historia në Durrës. Prandaj o shqiptar, zgjohu tani. Zgjohu dhe dil dhe mbështet dursakët se do vi rradha jote. Po Entela. Ndryshe nga Butrindi, Durrësi ka njerëz që jetojnë. Dhe ndryshe nga Butrindi, unë dhe të gjitha rastet ku kemi pas histori pronash publike, duke qenë që njerëzit po preken në pronat private, ne po duam të japim precedentin që planet ndalohen. Ne po përpiqemi të bëjmë të gjithë hapat ligjor, e kemi komplet gjykatën dhe deri SPAK-u na e ktheu. Ne I denoncuam në SPAK, gjithë ligjin e projektit, dhe nuk është pjesë korupcioni. Megjithëse ne I kishim unë duhet ta marr tamam atë që më ka dhënë avokati, por atyre vetëm korupcion nuk I duket. Ndërkohë që aty janë shembull korrupsioni është ul kom kryq domethënë. Aty është shembull I klientelizmit, I kam thënë në do të shohësh se si hidhen deliri madhështisë edhe I shpenzimit të paras, shikoj tek projekti Ti Durrës se si hiqen dhe merren nga lista kush rikonstruktohet dhe kush prishet, kush pron merret dhe kush lehet. Tani Andi, qëndrojmë pak këtu. Kemi një ADF, këta që thonë jemi amerikanë e tjerë, pra se
kështu e kanë shit, domethënë pjesën këtu dhe krijojnë dhe një lloj aureole. Ndërkohë ata janë shqiptarë gjithë, se unë i di kush janë. Tani ti jeni realist. Tani ç'a ndodh? Këta thonë, kanë një mburoj dhe thonë unë jam vetëm zbatuesi i projektit. Jo, financuesi thonë. Financuesi, po. Pra, kur neve organizuam atë protestën atje për Butrindin, u shqetësu Michael Granov dhe i mori këta bëri konferencë me Zoom që janë këto protesta etj se ne patëm bë dhe një shprehje hands off Butrind, pra larg duart nga Butrindi, me atë shprehje pacifiste të famshme, larg duart nga Vietnami. Tani, si ndalen këta mërzëtëri? Janë konceptuesit, duhet kuptojnë që nuk janë zbatuesit, implementuesit. Pra dhe vetë ideja vjen vetë nga DF, nuk vjen nga Ministria e Kulturës. Janë këta që sugjerojnë dhe këta që bëjnë dhe ligjin, ndryshojnë dhe ligjin në favor të tyre, janë në konflikt të pasur interesi, pra në një shtet serios, gjë e parë një shtet i bën ligjet për interes të qytetarëve vetë. Jo, vjen një OJF që bën ligjin simbas interesit të OJF-s. Kjo është publike që ADF-ja ka sponsorizuar bërën e ligjit të trashëgimisë kulturore. Pra, atë që do të bëjë shteti shqiptar, ka bë ligjin të trashëgimisë kulturore. Po kjo e ka thënë, është thënë publikisht, kjo dihet publikisht tashmë, s'ka gjë për fshehur këtu. Pasi të vinë në Sorosi që ka bërë ligjin për reformën drejtësi, pra që e ka sponsorizuar. Tash të vjen një OJF tjetër për bujqësinë, për kulturën, për këtë, pra këtu jemi shtet OJF-sh. Unë do të shtoja s'kemi më shtet fare. Nuk shkojmë në Amerikë për me bëj ligje. Vjen një individ i caktuar, një që ka shumë para, mund të bëj ligjin për interesin e vet, për zhvillimet, për investime strategjike. Andi të shtojë diçka këtu? Po këtu kanë mbështetur dhe ligjet e tjera. Kjo është çudia më e madhe. Akoma si do ta ndalim. Ne po përfillojmë lagjet ligjore, ne po marrim apat fort ligjor, ne duam ta çojmë deri në kushtetuese. Po, përveç kësaj duhen dhe protesta. Ne protestat po i bëjmë, problemi është që protestat që bëjmë ne atje, përveç faktit që ne duhet të sensibilizojmë njerëzit dhe të gjithë të bashkohen me ne, hapat ligjor po ecin. Dhe ne duhet pa tjetër ta mbështesim kemi pasur fort, jemi mbuluar edhe rast për rast janë marrë njerëzit, nesër lajmi mirë është që Ina Zhupa, kryetare e Komisionit të Kulturës në parlament, ka thirrur ministrin Blendi Gonxhe në interpelancë për të dhënë llogari për projektin e tij dhe ky është një lajm i madh për ne, sepse gjithsesi deri tani ata nuk thënë përgjigje, ata nuk janë, sepse janë të zhytur deri në ligjet e veta, deri ku nuk mban më. Dhe ka një ligj shumë interesant, është ligji për trashëgiminë kulturore kur vjen puna, dhe ai thotë po si konsultove këto projekte nuk hyn. Ne kanë futur në plan menaxhimi. Në planin e vet të menaxhimit, planin e vet të menaxhimit, ata nuk e kanë zbatuar. Dhe mjaft të kapesh me këtë, dhe i thua marr sotni, projekti jot ka nisur mirë, e ke mbyllur gabim ndaloje. Dhe të japësh llogari përpara institucioneve dhe përpara njerëzve, pavarësisht se nuk duket hapi vërtet ose i fort ligjor, është hap shumë i fort për të treguar fytyrën e vërtet të gjithë këtyre serisë së projektit, duke filluar që nga ADF-ja dhe të gjithë ata të cilët e kanë bërë lisha këtë projekt. Dhe ajo që unë më prek më shumë është fakti se si në shërbim të tyre vjet dhe drejtësia, do t'i kërkoja të gjithë atyre që merren me vendimet për këto prona të vëjnë gishtin ndërgjegjes së tyre. Ata janë njerëz që jetojnë dhe një ditë të bukur do dalin nga shtëpiat, njerëz që jetojnë minimalisht me 5 breza. Ju nuk mund ta trajtoni këtë si një çështje për interes publik. Ju nuk mund ta trajtoni këtë si një çështje parku qyteti, sepse njerëzit atje dalin në rrugë të madhe. Dhe përpara se të vendosni e të gjykoni një çështje, shikoni një herë me radhë të gjitha çështjet. Gjëja më e tmerrshme që ka ndodhur atje është edhe kostot e mëdha financiare që përballon gjithë ky komunitet. Dhe ky komunitet nuk është vetëm 74 që thash. Kosto financiare. Sepse, kanë vënë vlera shumë të ulta shpronësimi. Dhe të gjithë banorët brenda 30 ditëve, ata që kanë mundësi financiare, sigurisht, janë detyruar të hapin gjyqje vlere
për të rimarrë vlerën që i takon. Dhe këto gjygje kanë ca kosto të tmerrshme. Janë përqindje janë bërë në mënyrë të tillë që njerëzit mos futen në gjygje. Duhet paguajnë njerëzit 1% përveç kostove të avokatëve, 1% të vlerës së pretenduar. E dini ç'do të thotë 1% e vlerës së pretenduar? Kjo do të thotë që ti mos anisësh kurrë atë gjyq. Dhe kjo kosto unë nuk e di kush e paguan. Tani do ta shikojmë edhe nga ana praktike, si e shikon, kush mund të jenë lëvizjet e radhës, çfarë do i sugjerojë ti qytetarëve të Durrësit? Domethënë, këta që janë prekur, se unë nuk e di a ka sensibilitet nga ana tjetër atje, se ne e dim shumë mirë se çfarë ndodhet, por ti jemi realist tani. Shiko, them se tek çështja po gjithsesi gjithmonë patjetër që është një ashtu për t'i ndarë këto, po tek çështja e pronës është shumë e mpretë. Unë besoj se shqiptari akoma duke qenë se ka këtë problem 35 vjetë tashmë çështja e pronës dhe këto gjëra që kanë ndodhur, vrasje me çështja e pronës, unë tu ka një ndjeshmëri të madhe te çështja e pronës. Besoj se dhe ata janë shumë vendosur qytetarë që janë të prekur, sepse tek prona besoj tu ka të bëjë me drejtat e njeriu, domethënë që në konventa europiane për drejtën e pronës, që është e para, ABC-ja, çdo lloj demokracie. Kështu që do kapen fort tek prona, domethënë këta. Çështja e trashëgimisë është patjetër që është e qytetarëve, është aktivistëve, shoqërisë civile shumë e ndjeshme, edhe qytetarëve. Dursak patjetër, por çështja e pronës është themelore në këtë. Pse ADF-ja po merret me trashëgiminë kulturore në Shqipëri? Sepse ka vlera monetare, kanë diskutuar. Po është biznes, ne jemi vetë. Pra trashëgimia jonë kulturore është biznes. Ata mund ta kthejnë patjetër në biznes, në momentin që ata shiko, marrin rastin e Butrintit, se ne jemi marrë bashkë goxha me Butrintin. Sot vetëm nga biletat që janë nga Butrinti e 10 fishon investimin fillestar 3 milion euro sa ka investuar aty në pak vite, domethënë. Sot nxirren vetëm nga biletat rreth 2 milion euro në vit vetëm nga biletat. Ndërmarrja më fitim prurse në Shqipëri, kështu e kanë thënë. Më fitim prurse kështu. Kjo është, domethënë, shumë e thjeshtë. Atëherë, konkluzioni? Konkluzjoni është që me këtë qeveri ne nuk kemi gjë në vijë. Pa nëse nuk ndryshohet politika, në qoftë se nuk ndryshohet e gjithë qeverisja, atëherë ADF do vazhdoj për aq kohë sa kemi një qeveri të korruptuar e cila ne po japim modelin e padive kolektive dhe grupit. Dhe po përpiqemi të bëjmë gjëra që përpiqen që e të paktën unë nuk i kam dëgjuar në këto grupimet e mëdha me hapa ligjore. Dhe në parimin tonë është ne nuk do të ndalemi. Dhe unë ftoj të gjithë ata që kanë ekspertizë ligjore, ekspertizë në fushën e kulturës, në fushën e çdo gjë që na ndihmon, i falenderoj të gjithë ata që na kanë ndihmuar. Kemi pas shumë njerëz që na kanë ndihmuar me elemente të veçanta apo me elemente me ndihmë konkrete pro bono që quhet. Por unë i ftoj të bashkohen në kauzën tonë, jo për Durrësin, të bashkohen në kauzën tonë për të dhënë një model që projektet ndalohen dhe pezullohen dhe prandaj ne na duhen të gjitha mundësitë dhe artificat ligjore dhe të gjitha grupet shoqërore që të na ndihmojnë qoftë edhe për rrugët. Protesta shoqërore krahas me drejtësi. E kështu do ndodh me gjithë vatra ku ka protesta në Shqipëri. Sot ne kemi grevistët e Patos Marinzës që janë në grevë urie, kanë rreth 7 vjet dhe për të drejtat e tyre dhe aty është një nga rastet e korrupsionit në Shqipëri që janë më skandaloze në 35 vjet, ku kanë hëngër, domethënë ku janë pasuruar të gjithë shumë politikanë ka të dyja krahët politike. Dhe sot do të mbështesim naftëtarët se nuk janë ngritur vetëm për vete, për familjet e tyre. Është një pasuri kombëtare, Alpetroli, gjitha e pasuri e naftës është pasuria jonë, e cila nuk po vjen në eficiencë. Kemi nga krau tjetër në Spaçë ngritur qytetarët, domethënë minator, më kujton tamam si ato protestet e Trepçës në Kosovë ku çuan, filluan me lëvizje të vogla, kërkesa të vogla ekonomike derisa u bë politike. Pra do shkojmë tek thelbi, tek e keqja. Kush është e keqja? Është keq qeverisja. Pra nga këto problemet ekonomike, domethënë duhet radikalizohen gjithë këto lëvizjet dhe krijohet një masë e tillë kritike që ndalohet kjo keq qeverisje, domethënë, me pak fjalë. Entela, jemi në minutët e fundit nga një mesazh se si do procedohet, si do unë i thash dhe ju mbështes publikisht për çdo gjë. Mesazhi jonë është kurajo. Dhe unë do t'ju them vetëm një, mund të dukem pam kështu si religious, po unë besoj atyre mesazheve që na jep Zoti kur na drejton drejt një kauze të drejtë.
Dhe në të gjithë këtë proces na kanë dalë gjithmonë njerëzit e dur në kohën e dur. Dhe unë i kam thënë atër, ju jeni njerëzit e dritës që po na ndihmoni. Dhe Zotin e sjell në këtë tavolinë për të bërë jo si një njeri që beson në mënyrë të thellë në Zot, por për të thënë që kauzat e drejta edhe atyre ku duken të pamundura mund të jenë të mundura. Një miku im më tregonte rastin e një historie në Amerikë ku një grua me një shtëpi të vogël e lyer me bojë roz ndroi gjithë ligjin e Amerikës pikërisht në një rast si ky joni. Ku ata Pfizer i donte të pastronte një zonë të caktuar, megjithëse i ofroi dhe me vlera tregu, ajo i tha unë nuk dua ta prish shtëpinë time dhe ju nuk më detyroni. Ata ja prishën shtëpinë. Por mbas luftës që ajo bëri prej 6 vjetësh, konstitucioni amerikan ndroi dhe kjo ndodhe gjithandej. Dhe unë e besoj që kjo ndodhe këtu, pavarësisht se duket kaq e pamundur, sepse ata që janë atje ku janë nuk do të jetojnë pafund dhe siç thuhet në veprën e Art Zev Plumit, nga emocioni, njëri nga ata klerikët thoshte shqyr që ka shpikur Zoti dekën se këta kishin për të na marrë përpara. Pra një ditë do t'i vidhe atyre fundi me vdekje ose jo. Andi? Bashkim qytetarësh, bashkim zemrash, njerëz kurajosi do dalin në front parë, do i vënë shpatulla kësaj lëvizje dhe e sigurt që do bashkohen qytetarët me rrugës. Domethënë njerëzit janë aq shumë të mërzitur. Nga një anë duan e kërkojnë zgjidhjen jashtë për t'ikur nga Shqipëria, por shohin një shkëndi, duan një shkëndi që të zgjohen dhe dalin për të përmbysur të sistem që nuk mban më, domethënë. Ne qëndrojmë pra me Durrësin, jemi me Durrësin, do të vazhdojmë t'i ndihmojmë ata njerëz, i bëj thirrje qytetarëve durrësak të solidarizohen me ata qytetarë. Sot janë 74 familje, janë 117 emra, siç tha Entela, ndërkohë qytetarëve shqiptarë i bëj thirrje që radha do jetë e juaja. Në rast se ju nuk e ndihmoni Durrësin tani, pronarët e shtëpive afër amfiteatrit Durrësit, rreth e përqark, do jetë radha juaj, pastaj mos kërkoni ndihmë nga Durrësi. Është shumë e rëndësishme kjo. Ne do të vazhdojmë të bëjmë emisione, unë do të jem krah tyre, do jem në çdo protestë, do bëjmë para parlamentit, para Ministrisë Kulturës, para ADF-s, para Bashkisë Durrësit, në vendin ku po ndodh krimi, gjithandej do i bëjmë thirrje ambasadës amerikane, e cila nuk ka një përfaqësim dinjitos tani, se s'kemi ambasador. Kemi realist, por do i bëjmë email qoftë edhe deri te presidenti Trump, që kjo çështje të ndalet dhe sensibilizohet. Këta janë ca maskarej këtu tani që duan të prishin trashëgiminë kulturore në Shqipëri. Çfarë është ky fondacion që po glabëron kalat shqiptare? Kjo është pyetja që pret përgjigje amerikane, kujdes, jo vetëm shqiptare, se Shqipëria ja ka dhënë, jo Shqipëria, ky palo kryeministër që kemi. Pret përgjigje amerikane, qytetarët e Durrësit po presin tani përgjigje nga ju. Kështu që jepni përgjigje për këtë çështje, ata nuk do dorëzohen, do jemi gjithë në mbrojtje të tyre. Anë të falenderoj që ishe me mund në studio. Entela të falenderoj që ishe me mund në studio. Ju kujtoj që ky emision ritransmetohet edhe nesër në orën 14:30 minuta dhe ditën e shtunë, po ashtu. Ndërkohë do doja të falenderoj edhe zotin e Krem Spahiu dhe Zirkon Dishën që ishin pjesën e parë dhe dytë të emisionit. Kemi trajtuar Bashkinë e Tiranës dhe garën e Florian Binajt me Ogerta Manastiriu në pjesën e parë dhe dytë, dhe pjesën e tretë një emision totalisht i fokusuar tek çështja e pronave dhe atyre familjeve që po vuajnë sot e kësaj dite, po dergjen rrugëve për shtëpitë e tyre, sepse i kanë thënë dilni për jashtë, po i përzejnë nga shtëpitë e tyre, jo larg në amfiteatrin e Dyrrahut. Ndërkohë, nderuar miq, siç ju thash pak më herët, pas siglës përmbyllëse ne do të shikojmë se si është kthyer stadiumi i Krujës. Kujdes, një stadium që ishte elitar, jo vetëm që luante në Super League, por vetë FIFA postoi stadiumin e Krujës dhe tha, ky është një nga pamjet më të mrekullueshme si një stadium është në botë. Andi ka shumë qejf këto tema, do ja vë në dispozicion foton dhe postimin e FIFA-s. Shikoni se çfarë ka ndodhur me stadiumin e Krujës. Sigla dhe ta ndjekim. Përshëndetje miq, ndodhem në stadiumin e Kastriotit, në qytetin e Krujës. Një nga krenarit më të mëdha, jo vetëm të qytetit Krujës, të rrethinave, por edhe të Shqipërisë, sepse është një ekip që ka luajtur për herë në Super League dhe i ka dhënë tonin futbollit shqiptar. Sot stadiumi ndodhet në këtë gjendje. Ka disa kohë që sportdashësit krutan nuk dëgjohen më me thirrjet e tyre pikërisht në këtë shkallë të stadiumit dhe shkallët janë pikërisht të zëna nga ferrat dhe nga pemë cilat kanë mbirë
sepse këtu nuk kujdeset askush. Fusha e futbollit tani më është kthyer në një vend ku hidhen qenta rrugës dhe i merren. Janë hequr edhe portat. Ditën e sotme e bëj këtë video për shkak se ekipi Kastriotit ka një ndeshje shumë të rëndësishme me ekipin e Ilirisë. Pra luan Kruja dhe Fushkruja dhe në gjuhën e futbollit kjo quhet derbi. Por edhe pse ndeshja është brenda, pra Kastrioti luan në shtëpinë e vet, ajo nuk do zhvillohet në Krujë, po do zhvillohet në qytetin e Fushkrujës. Dhe kjo nuk është hera e parë. Gjithmonë ekipi Kastriotit nuk i zhvillon ndeshjet në Krujë për t'i dhënë kënaqësi dhe sportazhëve kryetan, po sigurisht për t'u ndjedhur edhe më komod në shtëpinë e tyre. Ata i zhvillojnë ndeshjet në Fushkrujë, janë kthyer në një ekip nomadësh tani që zhvillojnë ndeshje përveç në qytetet e tyre në çdo qytet tjetër. Stërvitjen e bëjnë në Fushkruj, në Kamës dhe ndeshjet nuk i zhvillojnë pikërisht në këtë stadium e cila ka qenë krenaria e Krujës. Unë vetë kam luajtur futboll në Krujë dhe ëndra ime dhe gjithë sportistëve të tjerë, shokëve të mi nga Kruja, ka qenë të luajmë këtu, sepse përgjithsisht në ndeshjet i zhvillonim tek fusha poshtë. Ndërkohë, ky stadium i cili ka pritur ekipe shumë të rëndësishme të Shqipërisë dhe jo vetëm, ndodhet sot në këtë gjendje dhe ende nuk ka një përgjigje, sepse Krujën e ka lënë në këtë derexhe. Mos flasim për ujin e pishëm, apo për institucionet që i kanë heqë Krujës, apo për lëmshin që kanë bërë me shtëpitë e tërmetit, apo për rrugën katastrofë që është, apo për turistët që nuk duan të çojnë Krujë qeveria, apo duan të çojnë në Berat dhe në Gjirokastër. Mos flasim për histori tjera që e kanë karakterizuar këtë vend me mbylljen e shkollës berbere apo ikjen e qytetarëve dhe shpopullimin e Krujës, po flasim për një element thelbësor. Kruja nuk ka teatr, Kruja nuk ka dhe futboll tani. Pra edhe futbollin të vetme kënaqësi që kishin qytetarët kryetan ja kanë hequr dhe tani ekipi Kastriotit dergjet rrugëve.